E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në fakt edhe një orë para që nisjes së maratonës më të bukur dhe të spektaklit në fakt të shumë pritur të shqiptarëve Big Brother VIP Albania 5. Big Brother VIP Albania 5 edhe një horë hap dyert zyrtarisht. Në fakt, disa nga banorët të cilët kanë qenë pjesë e këtij spektakli, ditën e sotme janë kthyer në nostalgji. Ditën e sotme kujtojnë momentet e tyre. Kujtojnë çastet e bukura që kanë kaluar, përqafimet e para të dashurisë që kanë dhënë aty, emocionet e para që kanë dhënë aty dhe momentin në fakt që kanë shijuar. Dhe këtë emocion dhe këtë dashuri me patjetër që do ta kujtonte Kiara, Luizi, Egli, Heidi, Romeo dhe të gjithë në fakt ato që kanë qenë pjesë e këtij spektakli. Në storyt e tyre, sidomos femrat, po urojnë pafund të Ledionin për këtë nismë shumë të bukur. Egli Tako, e cila me patjetër që është falenderuese dhe mirënjohëse për televizionin Top Channel, për këtë lumturi, për këtë pozitivitet, për këtë energji të mirë, për këtë sukses në fakt që i dhuroi që pas daljes nga ai spektakël, fjalët më të bukura, më të sinqerta dhe më të ndjera i ka thënë për Ledionin për këtë nismë shumë të bukur. Ajo në fakt është falenderuese që ka qenë pjesë e spektaklit të mëhershëm, por njëkohësisht është pak edhe e thyer që nuk mund ta shijon sonte këtë shtëpi që në fakt është një shtëpi që vjen me dimensione edhe më të bukura nga shtëpia që ka ndodhur, që ka qenë më herët. Ledioni në intervistën e tij e pati thënë që do të ndodhin gjëra në Big Brother që do të ndodhin për herë të parë, që në fakt nuk ka ndodhur më herët, që i bie që do të jetë një spektakël i papar. Megjithatë që nuk do të kishte shije në qoftë se një fjalë urimi apo një urim të një nismie të mbar nuk do ta uronte dhe Kiara Tito, e cila në fakt është më tash edhe e përzgjedhur si moderator e klubit të fansave, ku do të kemi fatin që Kiarën ta shohim çdo të diel. Dhe Kiara në fakt ja pa lezetin Big Brotherit, është një nga banorët e cila është shpërblyer më së shumti për këtë rrugtim që Big Brotheri i dha dhe Big Brotherit i mori. Kiara na dhuroi emocione, lidhja me Luizin u përfol deri në BBS-in e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deri në Japoninë e largët, domethënë u fol gjithçka për të. Por me patjetër që mesazh nuk do të linte anash edhe Rozana Radi, që domethënë ka qenë një e afërt e televizionit Top Channel, një grua që ka bërë një spektakël të papar, që ka ngritur një rrugtim të bukur dhe në fakt Rozana i shkruan emocionet më të bukura për Ledionin. Siç duket, ish banorët e shtëpisë së Big Brotherit e kanë nisur dhe e kanë marrur me shumë dashuri këtë natë sonte, patjetër që të gjithë sonte do të marrin kokoshkat dhe do të shohin se çfarë banorësh do të ketë, do t'i komentojnë ato, do të flasin për spektaklin, do të flasin për ngjyrat e këtij spektaklit, por gjithsesi domethënë më pëlqen ky raporti që e ruajnë me shumë dashuri dhe që janë mirënjohës për rrugtimin që kanë bërë dhe për rrugtimin që do të bëjnë banorët e rinj. Egli siç duket bëhet gati tashmë për të përfunduar sezonin e saj të emisionit Yes Day dhe për të na sjellur këngën të cilën e ka premtuar tek publiku shqiptar dhe për të sjellur edhe ato promot e vogla të emisionit të radhës, por në anën tjetër kemi dhe të dashurën dhe shumë të respektueshme në Kiarën, e cila po bëhet gati për klubin e fansave. Normalisht do të përjeton emocione që vetëm Kiara ka fatin që t'i përjeton. Luizi bëhet gati për koncertet e radhës duke mos anashkaluar dhe Big Brotherin, por në këtë rast edhe Rozana bëhet gati për emisionin Goca dhe Gra, ku besoj që reklama këtyre banorëve do t'ju bëhet gjithandej nëpër televizionin Top Channel. Do me thënë banorët janë falenderues, janë mirënjohës ndaj këtij televizioni në të cilin kanë kaluar një emocion të papar dhe kanë shijuar emocione të ndryshme. Le ta presim sonte spektaklin me shumë dashuri dhe le ta shijojmë këtë spektakël.